të kësaj vale protestash që ndodhen në muajin e dytë në Tiranë, qeveria ka nxjerrë 2 vendime, njërin për indeksimin e pensioneve dhe një tjetër për një bonus vere. Pra, 2 lëvizje të papritura pasi priteshin në muajt në vazhdim, ndoshta të ndikuar edhe nga situata e tensionuar politike dhe protestat, ndoshta për të ulur pakënaqësinë. Megjithatë, se çfarë përfitojnë kjo kategori, mjaft e rëndësishme, por jo e mbështetur sa duhet, ne do të flasim me ekspertin më të mirë që i njeh këtë çështje dhe këtë fushë, mikun e emisionit ton, zotin Kujtim Hoxha. Zoti Hoxha, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Zoti Hoxha, kanë arsye pensionistët për të gëzuar sot në datë një korrik që ka nisur dhe shpërndarja e bonusit apo dhe rritja, siç thotë qeveria? Atëre për të përgjigjer kësaj pyetje, unë do jap vetëm shpjegime, sepse çdo qytetari ju intereson sa do të përfitojnë nga këto 2 vendime. Ndërsa mënyrën si i ka dhënë, arsyet pse i ka dhënë në këtë moment dhe këto le të gjykoj vetë qytetari. Pa hyrë në këto të tjera të cilat unë do t'i lë në gjykimin e qytetarit. E para problemit që ne po trajtojmë ka të bëjë me indeksimin e pensioneve. Indeksimi i pensioneve nuk është një vendim qeverie e cila merret si të doj prej saj, por llogaritet mbi bazën e ligjit 7703, e cila ka parashikuar që çdo vit qeveria të bëjë indeksimin e inflacionit, të ndodhur një vit më përpara. Pra e ka detyrim ligjor, nuk e ka se ka marrë iniciativë dhe sipas asaj që shpjegohet edhe nga ministra Deline edhe Malaj apo edhe Gonxhe, të tre po t'i veshën ato që kanë shprehur në lidhje me indeksimin dhe këtë bonusin, kundërshtojnë në shumë raste veten e tyre. Megjithatë, po themi që indeksimi është 2.7%, nëse do ta marrim të mirëqenë këtë që është futur për të zbatuar sigurimet shoqërore, unë do të them që kjo është një shifër që del nga Istati. Po e marrim të mirëqenë këtë që është 2.7. Çfarë fitojnë qytetarët nga kjo 2.7%? Kjo është e rëndësishme. Në radhë të parë do të kuptojmë që në Shqipëri ka rreth 755.000 qytetarë që janë në pension, ndërsa si përfitues kjo është pak më gjerë sepse këtu futen edhe ndihmat ekonomike dhe një pjesë të atyre qytetarëve të cilët janë invalidi, ka parë aftësi ndryshe. Ka marrë parasysh që rreth 12.500 të trajtohen nga ky indeksim. Duhet të thënë këtu që në konceptin e indeksimit futen të gjithë llojet e pensioneve, pra pensionet e pleqërisë, pensionet familjare, pensionet e invaliditetit dhe të gjithë pensionet e tjera që janë 74 lloj përfitimesh, ku futen edhe pensionet suplementare. Pra pensionet suplementar për ushtarakët, për punonjësit që kanë kryer funksione kushtetuese, pensionet suplementar të minatorëve, pensionet suplementar të punonjësve që kanë punuar në naftë, në metalurgji dhe në ndërmarrjet ushtarakëve. Kështu që në këtë rast duhet të thënë që është të gjithë llojet e pensioneve përfitojnë me 2.7%. Sa përkthehet kjo, zoti Hoxha, në lek? Sa përkthehet mesatarisht pensionet fshat qytet? Këtë do të them, 550 qytetarë, 550.000 qytetarë përfitojnë një pension më të rritur krahasimisht më përpara, marr parasysh këtë të indeksimit, rreth 500 lek mesatarisht, 500 lek. Ose 5.000 lekë për vjetra në muaj. Duhet të thënë dhe duhet sqaruar që kjo indeksimi bëhet vetëm për pensionin e pleqërisë, nuk u
është mbi bazën e të ardhurave që qytetarët kanë marrë deri tani, që marrin pensionin e pleqërisë dhe atë tip kompensimi 800 lekë, 600 lekë, 700 lekë ose 18.000 lekë. Ajo është jashtë kësaja, jashtë indeksimit. Nuk është pjesë e indeksimit. Njëkohësisht, shumë specialistë, po edhe në vëmendjen e tyre, ministrat e qeverisë Rama janë munduar ta shpjegojnë këtë si një rritje të pensionit. Faktikisht ky është indeksim. Nëse do të ishte për te inflacionit, para më shumë se sa inflacioni, ajo pjesë që do të ishte më tepër se inflacioni, ajo pjesë do të quhej rritje. Faktikisht kjo është indeksim që është detyrues. Kjo ka ndodhur her pas here, ka ndodhur. Po si muaj pa vendosur është për këtë, një herë tetor, një herë mars, një herë qershor, domethënë kush e vendos këtë? Kjo vendoset nga qeveria, ajo ka për kompetencë dhe ka ndryshuar në varësi të vitit. Për shumë ka qenë shpeshherë ka qenë një prillim, vazhdovi me një dhjetorin, ka patur vite siç ishte viti 2022 që ka patur 2 indeksime si rezultati i krizës, dhe këtu duhet të tërheqim vëmendjen që kjo qeveri nuk ka marrë parasysh atë indeksimin që duhet ta merrte shumë herës si rezultat edhe i krizave botërore, të cilat u ndjen në të gjithë vendet e vogla, ku jemi edhe ne pjesë që nuk mund të jemi jashtë vëmendjes së saj. Vetë qytetarët e kanë kuptuar dhe ndjejnë që çmimet në treg kanë kërcyer shumë herë më lart se kjo 2.7%. Për këtë do ju pyesja që a është realisht ai inflacioni i tregut ky apo në ndjesinë e qytetarëve, po edhe unë si qytetar i kësaj, po edhe si pensionist, them që ajo inflacioni ka qenë shumë herë më tepër, mund të ketë qenë 6-7. Megjithatë, ato gjunahet e kësaj shifre le të heqin ata që kanë për kompetencë i stati me Institutin e Sigurimeve Shoqërore për të nxjerrë këtë shifër. Unë për t'i thënë qytetarit se sa përfitojnë këta, ata 550.000 qytetarë që marrin afërsisht 5.000 lekë, ka që marrin diçka më shumë edhe më pak, po mesatarisht 5.000 lekë, duhet t'u themi, sepse edhe ministrja Ibrahimi nuk e sqarovi mirë, nuk e di cilat janë arsyet, e mosditjes saj apo e një kamuflimi politik që bëhet në këtë moment caktuar, duke e rritur shifrën e atyre që përfitojnë nga bonusi, duke shprehur që përfitojnë 900.000 pensionistë, persona fizik. Faktikisht, kjo është gjë shumë e gabuar, sepse në dijenin time, sipas statistikave që ka Instituti i Sigurimeve Shoqërore, janë 755.000 qytetarë që marrin pension. Duke shtuar edhe ata grupin që themi me ndryshe, vetë rreth 770.000. Fakti që është rritur kjo shifra do të thotë që ajo fut në numrin e përfituesve, fut qytetarë që marrin nga 2 ose edhe 3 pensione, të cilat janë objekte indeksimit, siç janë minatorët, ata që kanë punuar në metalurgji, ata që kanë punuar në naftë dhe në ndërmarrjet ushtarake, të cilët marrin 2 pension, pensionin e pleqërisë dhe suplementin. Po sa përfiton ky qytetar pension suplementar, për ta ditur qytetarët se sa është ndikimi i indeksimit të pensioneve në pensionin e tyre suplementar. Një qytetar, se kështu vërtetë nga 18.000 lekë të vjetra në muaj deri në 25.000 lekë të vjetra, indeksuar me 2.7%, i bie është për të tallur edhe për të ardhur keq, që kjo shifra është 60 lekë. 60 lekë në muaj përfitojnë këta qytetarë. Po duke rritur këtë numër, ata maskojnë të vërtetën dhe e rritin numrin që ne jemi qeveria që trajtojmë qytetarët në masë të madhe, pra rrit numrin fiktiv. Faktikisht janë 755.000 pensionistë. Dhe për këta, ky pension i rritur në këtë masë
është shumë problem sepse nuk u plotëson ato nevojat e vet. Megjithatë, duhet të themi që kjo duhet të ndodhte që në muajin shkurt. Pse? Kriza botërore ka patur ndikimin e vet. Gjithë qeveritë e vendeve të tjera e kanë bërë këtë ndryshim. Faktikisht, qytetarët kanë konsumuar mallra dhe shërbime gjatë kësaj kohe me çmime të rritura dhe sot marrin një 5.000 lekë të vjetër për çdo muaj, e cila nuk plotëson nevojat e qytetarëve. Zoti Hoxha, për ta sqaruar me një fjali, që pensionistët përfitojnë 5.000 lekë të vjetra rritje edhe bonusi 50.000 lekë vetëm këtë muaj. Po, vetëm këtë muaj. 50.000 lekë faktikisht për të dhënë shpjegimin e bonusit për 50.000 lekë duhet të bëjmë disa pyetje, kërkojnë edhe përgjigje këtë. Në fund të vitit 2025 në Kuvendin e Shqipërisë u miratua buxheti i vitit 2026, ku u përcaktua edhe mënyra dhe rregulli që do të shërbejë si mekanizëm për të shpërblyer qytetarët në pension. Dhe u tha që të gjitha fondet e pa përdorura deri në fund të vitit 2025 do të jenë për bonusin e pranverës. S'ka ndodhur apo? U grumbulluan 230 milionë euro për të cilat duhet t'i japin shpjegim pse s'u përdor ky bonus aq më tepër që në një kohë krize siç është në Shqipëri, dhe e dyta, me që u dha në këtë moment, duhet të jap përgjigje, dhe përgjigjen duhet të jap qeveria Rama. A janë vërtet të depozituar ato 230 milionë euro atje në Bankën e Shqipërisë, apo i kanë shpërdoruar? Se natyrshëm atë, derisa janë grumbulluar dhe se janë dhënë, atëherë ku janë këto para? Kjo ka vetëm një shpjegim për mua, për të tërhequr vëmendjen atëherë në dhjetor, po edhe më tepër se kur, edhe sot që ne po diskutojmë, jemi në një situatë jo normale, ku mira qytetarë ka dalë në sheshet për të kundërshtuar qeverinë, sepse kjo qeveri e ka humbur besimin, kontratën, më saktë e ka thyer kontratën me qytetarin, për çfarë arsye? Se thuhet atje për shembull që ka marrë 800.000 vota. Nuk po diskutojmë për atë se si i ka marrë qyshtek, po e diskutojmë kështu siç pretendon kryeministri i Shqipërisë. 800.000 qytetarë e ke prishur kontratën, sepse në radhë të parë duhet t'japish llogari për transparencën e përdorimit të fondeve, të grumbullimit dhe përdorimit të fondeve. Gjë që s'ka ndodhur asnjëherë. Megjithëse ka detyrim ligjor dhe her pas here nga opozita është kërkuar që kryetari i qeverisë të vijë në interpelancë, ai është shmangur. Atëherë ai është shmangur qytetarëve, sepse nëpërmjet televizorit ata do të shikojnë se si janë përdorur këto, sepse ka një përshtellim mediatik, po edhe në jetën e përditshme, që thuan janë vjedhur parat. Po ti dil atje, ti ke rastin më të mirë për të shpjeguar këtë që thuhet, këtë që akuzë që ke në mënyrë të drejt për drejt nga qytetarët. Prandaj është kur ti nuk jep me asnjë shpjegim në lidhje me grumbullimin dhe si përdoren fondet, atëherë kjo është të thyer kjo kontratë. Është çështje jo vetëm drejtimi të një shteti, po edhe çështje besimi ndaj qytetarëve. Pra nuk matet me ato 800.000 vota, ai duhet t'i japë rrugën, sepse kështu siç e shikoj unë, skemën e sigurimeve shoqërore jo vetëm që nuk plotëson interesat e qytetarëve, por shihet edhe nga banka botërore si një nga skemat e sigurimeve shoqërore në botë, që ka problemet e veta dhe duhet të ndryshojë rrënjësisht, sepse nuk mundet. Por edhe qeveria këtë ka paralajmëruar, ndoshta nga shtatori, sikur tha ministrja, do të ketë një rishqim të skemës. Nëse ajo është e papërgjeshme, sepse shikoj në këtë të themi indeksim, ajo ka përmendur që do të indeksohen edhe lejet e lindjeve, apo jo. Kështu e ka thënë. Dhe ajo nuk e kupton fare se ç'është skema e sigurimeve shoqërore. Unë e kam akuzë të drejt për drejt për atë, sepse
përfitimet e banlindëve futen në përfitime afat shkurtër, nuk janë objekt i indeksimit, ashtu si kurse nuk janë objekt i indeksimi edhe kombesimet. Pra, kombesimet dhe përfitimet e tjera afat shkurta nuk janë objekti i saj. Ajo mirëberi që e përmendi, pa ajo duhet të jetë të llogari në emër të qeverisë, po edhe kryeministri i Shqipërisë se ç'bëhet me ata shqiptarë që lindin jashtë shtetit, sepse nuk kanë asnjë interes ta përveç anës morale që ti regjistrojnë në gjendjen civile në Shqipëri si shqiptar, sepse atë bonusin që duhet të u jap për çdo fëmijë të lindur, nuk ja u jep këtyre. Ta dinë që gjithë qytetarët, bile e dinë ata që e kanë në kurris, kur lindin fëmijë atje, vinë për të regjistruar këtu dhe nuk marrin asnjë lek nga këta. Atëherë si do shtohet, cila është mekanizmi që do të bësh nxitjen e lindjeve? Aktualisht, çfarë mekanizmi kanë fuqi? Çfarë jep qeveria? Asgjë. Not rrokuni. Si e pas vjepën. Jo, a kam fjalën po për këta që janë brenda? Këta që janë brenda duhet të jenë të siguruar që t'u jap. Po si janë siguruar është tjetër gjë, jo, mund ta marr burri, mund ta marr gruaja, ka ndryshuar ligji kur gruaja nuk është e punësuar, mund ta marr burri duke ndërprer veprimtarinë ekonomike që ka ai dhe mund ta përfitojë, po si stimul për këta që jeton jashtë shtetit, a pretendojmë ne që do futemi në Europë apo jo? Atëherë ata duke qenë në Europë, pse do regjistrojnë në një vend që s'është në Europë? Këtu edhe të quhen vetëm të marrin atë, të themi, emrin si shqiptar. Këta e merr moralisht edhe e ndjen veten qytetarët dhe vinë këtu, po për t'i stimuluar dhe për t'i bërë aktualisht që të ndjen mirë si shqiptar, ti duhet t'i stimulosh, nuk mund t'i braktisësh. Sepse këta i ka lënë pas dore dhe në shumë raste i quan, po të themi, si njerëz që vinë në moment si turist, po të themi. Nuk i quan si shqiptar që vinë këtu, po vetëm për të si turist do të thotë që ti t'u vjelish parat këtyre, për atë kohë që vinë që ndrojnë këtu, ata t'u marrish parat, po jo për t'i trajtuar si shqiptar. Nuk mundet ti të trajtosh kështu, duhet ke një status më të gjerë dhe më të mbrojtur të gjithë ata shqiptarë që janë jashtë vendit. Kjo është edhe arsyeja që shqiptarët jashtë kufive ndjen veten më të fyer, sepse janë jo pak, po gjysma e popullsisë është jashtë kufive të vendit dhe në këtë mënyrë qeveria nuk u shërben. Edhe një ministri që kishte me Ministria për Emigracionin, nuk e di nëse funksionon apo jo, është shumë fare. Ministria për diasporë nuk është më. Nuk është më, pra, ky bën si të doj, ja jep kur doj pensionin, jep sa doj, pa një rregull përcaktuar, megjithëse e futin në parlament, pse se dha? Duhet ta jepte atë, nëse do t'ja jepte në shkurt, e disa ju takonte qytetarëve, jo 50.000 lekë të vjetra, sot. Po ato 230 milion euro nëse të shpëndashin në mënyrë të barabartë për të gjithë ata pensionistë, do mirni mesatarisht nga 130.000 lekë çdo njeri nga këta që janë në skemë. Ndoshta këtë e ka lënë për në vit të ri. Ndoshta po të ketë fatë të jetë gjë në vit të ri mund ta bëjë, po mund ta bëjë në një tjetër më mirë se ky. Ndoshta. Keni besim që kjo revolta tani, revolucioni mund të sjellë ndryshime? Po kjo duhet të sjell patjetër atë, sepse ky nuk ka asnjë mbështetje popullore. Ky është një klan mafios e cila mundohet ta mbajë pushtetin me forcë, duke përdorur të gjitha levat e shtetit, siç është policia, siç është shiku, siç janë mekanizmat e tjera institucionet shtetërore të cilët ndikojnë mbi qytetarët, kur shikojnë që shumë qytetarë që dalin në protest, ju shikojnë origjinën, ju shikojnë çfarë probleme ka, duke u bërë trysni që të mos dalin në protest. Kjo është edhe një nga arsyet e shpërndarjes së këtij bonusi, është një karamele që është dhënë për pensionistët, sepse nuk u zgjidh asgjë, as 5.000 lekë, as ajo 2.7
7%, sepse 2,7% nuk është realisht ai inflacioni i viteve. Në një krizë botërore, kur të tërë kanë kështu, këtu është mrekullia. Ne jemi vendi ku kemi ushqimin më të mirë si në kohën e Enver Hoxhëteshit, edhe s'kishim bukë për të ngrënë. Kështu është edhe kjo. Ne jemi vendi i fundit për masën e pensionit që marrin pensionin, marrin shumë pak, jetojnë në kushte mizerabel, në shumë raste edhe të pamjekuar, sepse nuk kanë mundësi që me këto të ardhurat të mjekojnë edhe të bëjnë një jetë normal. Zotë Hoxha, të falenderoj për bisedën, për e mbyllim fatkeqësisht me këtë situatë pesimiste që edhe kjo nuk zgjidh gjë. Jam mirënjohës për këtë shpjegim real, pa shumë lajle lule edhe lyrje që qytetarët kuptojnë realisht pra sa do përfitojnë, sa do shkojnë të marrin në këtë muaj nga kjo rritje dhe ky bonus. Të falenderoj shumë. Kalosh mirë.